Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në Klan News. Unë jam Anjola Mzaj, do t'jemi bashkë deri në orën 13:30 minuta me informacionet më të rëndësishme të ditës dhe sigurisht gjithçka ndodh minut pas minute. Flasim menjëherë për procesin e rinumërimit. Kam në komunikim të drejt për drejt nga Pallati i Sportit Fariehoti gazetarin Enkel Xhangoli për të marrë detajet e fundit e procesit. Keli, të përshëndes, si ka vijuar deri tani procesi dhe sa kuti janë numëruar në total? Po, Anjola, kjo është dita e 5 e rinumërimit për qarkun e Tiranës dhe 6 në total ku duhet përfshirë këtu edhe rinumërimin për disa qendra votimi për qarkun e Elbasanit, konkretisht Peqin edhe Gramshk. Ndërkohë, për sa e përket qarkut të Tiranës, në 5 ditë, në fakt sot nuk janë përditësuar ende kutitë e para të rinumëruara, deri në tani zyrtarisht janë rinumëruar 437 qendra votimi nga 1282 që janë në total për qarkun e Tiranës. Në fakt ka rezultuar se dy forcave më të mëdha subjekte politike që morën pjesë në zgjedhjet e 11 majit, Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore, por dhe Partia Socialiste janë hequr më shumë vota në krahasim me subjekte të tjera politike. Më konkretisht, në fakt, Partisë Demokratike janë hequr 219 vota, pra ndryshe vota të marrë pa merit nga numërimi që u bë në zgjedhjet e 11 maj, ndërkohë që Partia Socialiste janë hequr gjithashtu 193 vota këto të cilat janë pa merit të marra më 11 maj, ndoshta këto konsiderohen edhe nga ana e ka si gabime njerëzore që mund të kenë ndodhur dhe në plotësimet e proces verbale. Ndërkohë, duhet thënë që për sa i përket shpërndarjes të kandidatëve dhe për sa i përket shpërndarjes së votës për kandidatëve, ka disa kandidatë qoftë nga Partia Demokratike apo qoftë nga Partia Socialiste që janë hequr disa vota të konsiderueshme, duhet thënë, deri më tani, por që nuk kanë ndikim për sa i përket shpërndarjes së mandateve, mbajtjes së mandatit apo të kenë ndikim qoftë edhe në subjektet politike. Më konkretisht, Ilir Ali Mehmeti, i cili gjithashtu është një nga figurat dhe kandidatët të cilët ngriti zërin më shumë nga të gjithë për sa i përket procesit të rinumërimit në qarkun e Tiranës, duke bërë një seri ankimimesh për sa i përket dhe jo vetëm rinumërimit, por edhe transparencës për qarkun e Tiranës. Ali Mehmetit janë hequr në total 61 vota, ndërkohë që deputetët kandidatës më të votuar për Partinë Demokratike në qarkun e Tiranës, Jorida Tabako, e cila mbante mandatin 13 në qarkun e Tiranës, janë hequr po ashtu 22 vota, por që nuk kanë asnjë lloj ndikimi për sa i përket mbajtjes ose jo të mandatit. Pasi ky trend pak deri më tani duhet se nuk do të ketë ndikim për sa i përket këtij aspekti. Duhet të thënë që Jorida Tabaku mban mandatin e saj me diferencë të thellë në krahasim me Ali Mehmetin, me rreth 2400 vota para kandidatit Ilir Ali Mehmeti. Ndërkohë, për sa i përket Partisë Socialiste, ka disa kandidatë që janë hequr një sasi votash të konsiderueshme, por sigurisht pa ndikim përsëri. Bëhet fjalë për Ervin Hoxhën, i cili aktualisht është ministri i brendshëm, por kandidat në listat e Partisë Socialiste në zgjedhjet e 11 majit. Ati janë hequr 193 vota nga procesi i rinumërimit deri tanishëm, ndërkohë që Xhemal Qefalisi janë hequr po ashtu 125 vota, Fatmir Xhafas 82 vota, ndërkohë që Olta Xhaçkës janë hequr 34 vota dhe Gjyla Metit vetëm 3 vota. Por duhet të thënë që zonjë Gjylameti në fakt janë shtuar 3 vota. Ndërkohë duhet të thënë që gara më e fortë në Partinë Socialiste sigurisht shija ajo mes zonjës Xhaçka dhe zonjës Gjylameti, ku zonja Xhaçka dhe pse deri në moment të fundit ka patur një garë të fortë me zonjën Gjylameti dhe në numërimin e procesin e numërimit të zgjedhjeve të 11 majit, arriti të mbante mandatin e saj në qarkun e Tiranës me 140 vota diferencë nga zonja Gjylameti, por deri në këtë moment, pavarësisht heqjes së këtyre votave, flasim për aq sa janë numëruar deri më tani, nuk përbëhet një kërcënim për sa i përket mbajtjes ose jo të mandatit të deputetit. Ndërkohë, gara e fortë në fakt u pa në fillim të procesit të rinumërimit, shihet si një gara e fortë për sa i përket Partisë Demokratike dhe Partisë Mundësia, nëse Partia Demokratike do të arrinte apo jo të merrte mandatin e 14 dhe nëse Partia Mundësia do e mbante ose jo mandatin e dytë që në këtë rast e mban Erald Kapri. Duhet thënë që për të
Për sa i përket marrjes ose jo të mandatit, janë dy skenar për Partinë Demokratike. Nëse Partia Demokratike arrinte të siguronte 1200 vota shtesë nga ky proces i rinumërimit, ose nëse Partia Mundësia do të zbriste apo do të hiqeshin rreth 300 vota. Por duke parë trendin tani, duket se nuk do të ketë lëvizje për sa i përket mandateve, sigurisht nuk mbetet për të parë se si do të vijojë ky proces i rinumërimit, por deri tani me këtë trend vote duhet se jemi larg realizimit të dy skenarëve, por sigurisht edhe Partia Demokratike, e cila është një ndër dismëtarët e këtij procesi të rinumërimit, ka theksuar se më shumë se sa për të vërtetuar, le të themi, ato akuza që ka bërë gjatë kësaj periudhe për sa i përket skemave manipuluese në favor të Partisë Socialiste, thekson se ky proces humbasin ose jo vota i shërben transparencës dhe sipas saj kjo ka qenë pikërisht dhe qëllimi për sa i përket procesit të rinumërimit. Ndërkohë pas Tiranës ne do të kemi dhe procesin e rinumërimit për sa i përket disa qendra votimi në Durrës, në qarkun e Durrësit dhe në qarkun e Fierit. Por duket se procesi i rinumërimit për qarkun e Tiranës do të vijojë edhe për disa ditë të tjera, ndonse grupet numëruese 24 prej tyre që ndodhen tashmë në vendin e numërimit do të vijojnë të numërojnë deri rreth orës 22, ndonse ditën e diel e bën pushim dhe sigurisht dhe për faktin se është një proces i lodhshëm, sepasi grupet numëruese do të bëjnë një seri verifikimesh për sa i përket kutive të votimit që ata hapin, duke verifikuar si fillim të gjithë proces verbalin për sa i përket numrit të kutisë, numrit të votave, numrit se si janë shpërndar ato vota, qoftë për subjekte politike apo qoftë edhe për kandidatët. Më pas verifikohen nëse fletët e votimit kanë vullat e tyre përkatëse dhe sigurisht vijojnë më pas edhe me leximin e votës për subjekte politike dhe kandidatët. Një proces ky sigurisht i lodhshëm, por gjithashtu dhe që kërkon një kohë për një kohë e vet për të Keli, sa i përket procesit të paktën për rinumërimin në Tiranë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve bëri një lloj parashikimi duke thënë se është një proces që mund të zgjasë deri në 10 ditë. Mendon se do të tejkalohet ky afat i parashikuar duke parë trendin nga afër, siç po e ndjek edhe ti, të procesit të rinumërimit? Besoj se për 10 ditë do të kemi përfundimin e këtij procesi të rinumërimit, sigurisht duke u nisur nga ky ritëm që ne kemi deri më tani, se pasi do të shikojmë në ditët në vazhdim nëse do të kemi lodhje nga ana e grupeve numëruese dhe ky ritëm do të bjerë, por deri më tani duket se do të kemi le të themi përfundimin të procesit të rinumërimit në afatet që ja dhënë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, pasi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve bëri këtë parashikim duke llogaritur që në fillim të procesit të rinumërimit, numërim të kutive deri në orën 16, në fakt, ose deri në orën 18, por kjo ndodhi vetëm ditën e parë pasi u verifikua që ky proces ishte i gjatë dhe kërkonte më shumë kohë dhe sigurisht dhe më shumë orë pune, u vendos më pas ditën e dytë dhe të tretë apo të tretë të procesit të rinumërimit që ky proces të vijonte jo deri në orën 16 apo deri në orën 18, por të vijonte deri në orën 22, duke shtuar më shumë orë pune, por duke shkurtuar ditët e procesit të rinumërimit për qarkun e Tiranës. Nëse vijojmë me këto ritme, mund të kemi përfundimin e procesit të rinumërimit brenda 10 ditëve. Sigurisht do të merret parasysh këtu edhe lodhja që do të kenë grupet numëruese, pasi sigurisht nga dita në ditë edhe grupet që janë në punë për të rinumëruar votat edhe kutit apo qendrat e votimit për qarkun e Tiranës, sigurisht që kanë dhe lodhjen e tyre, por deri më tani jemi në një fazë normale të procesit të rinumërimit, nuk ka patur ngërçe apo incidente apo dhe vonesat që mund të vinë nga faktorë të jashtëm, por ka vijuar normalisht gjatë këtyre ditëve.